Pra jeta e mirë garantohet vetëm përmes besimit në Allahun e Madhërisëm dhe përmes devotshmërisë që shfaqet në raport me te. Pastaj Allahu çfarë thon në Kur'an? Men amila salihan min dhakarin aw untha. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër. Wa huwa mu'min, duke qenë besimtar. Qëllimisht Allahu i referohet veprës para imanit, sepse zakonisht njerëzit veprojnë, pra gjithë njerëzit veprojnë, dhe gjithë njerëzit mendojnë që po veprojnë mirë. Mirë po ku i pranohet? Atij që është besimtar. Kushti kryesor. Pastaj thot, "Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Ne do t'ja mundsojmë këtij që të jetojë jetë mirë. Pra jeta e mirë garantohet vetëm përmes besimit në Allahun e Madhërisëm dhe përmes devotshmërisë që shfaqet në raport me te, e që kjo arrihet nga njohja që ne kemi për Allahun. Si mund ta gëzoj një jetë mirë një njeri që është i varfër në shpirt? Një njeri që nuk ka vlera shpirtërore, një njeri që s'ka adres ku t'i drejtohet për problemet e tij. Një njeri që s'ka adresë ku t'ja shfaq kërkesat e tij, t'ja parashtroj atij ato që ai ka dëshirë dhe ka nevojë për to. Është adresa hyjnore. Nuk ka adresë më të dashur, më të sigurt, më paqësore, më përmbajtësore, më garantuese për shpëtim dhe për shpërblim se sa adresa Allahut. Si mund të mendohet që nga Zoti vije e keqja, nga Zoti vije vështësia, kur ai është burimi i dashurisë, burimi i mëshirës, burimi i sigurisë, burimi i gjitha mirësive. Por ekziston edhe një jetë e kundërt, jeta jo e mirë. Allahu çfarë thon në Kur'an? "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Kushdo që largohet nga përmendja ime, përmendoje vetëm mos me përmend Allahun, çfarë jetë po jeton robi? Jetë ngushtë, jetë zymt, jetë vështirë. Ai mund të posedojë pasuri enorme, ai mund të ketë edhe pushtet e autoritet jashtëzakonisht fuqishëm, mirë po në shpirtin e tij nuk është i qetë. Shpirtin e tij nuk ka paqe. Vetëm mund të maskohet, në shpirtin e tij nuk ka qetësi. Prandaj ai që afrohet Allahut me njohje, me përmendje, në shpirtin e tij ka qetësi, ka ngrohtësi. Edhe përballë problemeve më të vështira jetësore, ai bën zgjidhjet më të mira, zgjidhjet më meritore.